Sapo përmbëllëm takimin e kryesisë të Aleancës, është i pari pas raundit të dytë të zgjedhjeve. Në këtë takim diskutuam për zhvillimet politike në vend. Është një shqetësim i madh me ngecet e gjata, me pamundësinë e aprovimit buxhetit të vendit, edhe me shumë situata që janë krijuar jo të lehta. Dim se edhe kandidatët pa paga, për shembull punon se Radio Televizion Publik, po dhe ka shumë shqetësime tjera. Ne diskutojmë sot rreth zhvillimit politike nacionale. Aleanca vlerëson se gjitha këto vështirësi e sfida që po i kalon Kosova, edhe rreziqe janë si pasojë e çështjes së Kurtit, e cili në vazhdimsi pa i ka penguar ngec, zhagit të procese, edhe kemi shqetësim këtë gjendje. Mendojmë se dalja nga kjo gjendje janë pikërisht shpallja më e shpejtë e zgjedhjeve, edhe rezultati i kësaj ishte edhe tema e dytë, pra përgatitjet për zgjedhjet parlamentare. Sa i përket listës, kemi takolluar kvotat e përfaqësimit të përgjithshëm edhe të gjeografisë edhe të numrit popullsisë, për shkak se Aleanca ka disa specifika. Ne kemi disa komuna që të gjithë dojnë me garu, por pashtu kemi ratë dakord që me shpërnda listën në gjithë vendit, dhe me i përfaqësue të gjithë, edhe Mitrovicën, edhe Ushtrinë, Podujevën, Gjilanin, Rizajnë, komuna tjera, Kaçanikun e gjitha, me një vot afërsisht barabartë në këtë rast, edhe pse vota jonë nuk është e tillë, po prapë kemi ratë dakord. Do të garojmë vetëm në këto zgjedhje, pra nuk shkojmë me koalicione, besim të hapur për me garu me ne ndonjë qytetar, ndonjë aktivist politik, ndonjë zyrtar ose listë qytetare, po jo si koalicion, por vetëm pjesë e listës sonë të Aleancës. Kemi diskutuar edhe kriteret, do të kësaj here degët do ta kenë një rol më direkt në identifikimin e kandidatëve për me garu, edhe do ta kërkojmë edhe mundësinë që të nxjerrim në dritë edhe një brezhtri të kandidaturave nga asamblejistët që janë treguar suksesshëm në këto zgjedhje, pra kandidatë për asamblejë që janë treguar suksesshëm si kandidatë në gjithë vota.